Sa u martova unë me bujari më tha mu kam vetëm 10.000 lekë. Më thanë mua ato, po çfarë burri pa ke marrur? Kur e thot në njërë bujari Befotrof, mua më dhe më shpirt. Doja ta shikoja atë burr, tha nuk e pash më kurrë, më tha mu. Vetëm ta di që ajo është nëna ime. Por e gjonte mami im, qeshte, po pastaj qante. Kërkoj maman, më tha, po mos gjej dhe Belata. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Athinë të Greqisë, do të ha dritare për një 60 vjeçare, quhet Edlira Çallaj nga Elbasani, por që ka 30 vite që është larguar nga Shqipëria dhe ka mall për vendin e saj. Është një fanse e live-eve të mia. Çdo ditë më shkruan në Facebook, më dërgon mesazhe, më përcjell energji pozitive dhe sot më ka kërkuar të jetë me mua këtu në live me Odetën për të rrëfyer një histori sa të bukur, por edhe të dhimbshme. Është bërë gati, është duke më pritur, kështu që hap dritare dhe përshëndes menjëherë Edlirën. Edlira, përshëndetje nga Tirana. Shumë faleminderit edhe unë ju përshëndes shumë. Flasim live nga Greqia, nga cili vend i Greqisë? Nga Greqia jam këtu në Perama, është afër detit këtu që bëhet kontrolli, si thëm në dogani këtyre mauneve. Jam shumë afër, po në Athinë, po është 20 minuta larg Athinës. Domethënë nuk jam në qendër. Këtu është afër Salaminës, që të them unë, afër detit. E dashur Edlira, ne të nga Pirea është prap 15 minuta nga Pirea. E qartë. Ne të dyja kemi një kohë të gjatë që flasim në Messenger. Ti më shkruan, më përshëndet, për ditat e festave më uron, unë të falenderoj nga zemra që sa herë më kujton, me mesazhe shumë të bukura. Por sot të dyja jemi në këtë live se ti ke një histori të bashortit tënd. Po. Edhe tani edhe tani nuk di ta marr çik vetën. Kur je larg, nuk e kujton edhe shumë, po unë kam shumë zotëri, domethënë kam atë zotësinë time, po kur e kujtoj se jam vite larg, më vjen çik shpirti. Sa vite ke që jeton në Greqi? 30 vjet, domethënë në 96-ën. Nga viti 1996? Po se merri që për qartë, po. Pas ke 30 vite që jeton në Greqi? Që në 96-ën kam ardhur, unë si që mendoja, po natën e kam bërë ditë, më duan shumë edhe këtu në lagje, në çdo vend që kam netur edhe afër Motrës, afër në Amfjali, domethënë unë nuk kam një problem me Greqin, po kam vujtur shumë nga njerëzit që kishin shtëpinë dhe luftonin burrin tim që ta kisha shkruar ty, po unë ja arrita atë që thash, kam zotësinë time, shkova në një zyrë që quhet i Borgjio, domethënë si Nigros Politis kisha vajtur unë që është falas për këto që janë për shembull hetus, këtu i thon pigjigor, dhe të paktën unë nuk arrita në atë shkallë siç mendovi zoti i shtëpisë, unë arrita në shkallën siç duhesh se ishin gënjeshtra dhe e fitova të drejtën. Do marr vesh të gjithë ngjarjet, të gjithë historitë, të gjithë problematikë. Përpara se të më tregosh historinë e bashortit tënd, ju në Shqipëri vini? Unë vi shumë rrallë se kam qenë lidhur shumë me punën, edhe tani e kam afër, dhe mund të vi. Unë kam bërë 5 punë ditë, i kam kushtuar rëndësi shumë punëve, që të arrija të bleja një shtëpi në Shqipëri dhe e bleva. Por ne nuk munda domethënë sa është larg venit, nuk krahasohet. Domethënë vetëm njeriu e di, nuk e din të tjerët, vetëm vetë e di njeriu. Sa vun për shembull. Edhe unë i kushtova rëndësi dhe bleva shtëpinë, po këtu nuk arrita, që unë e kam të martuar, domethënë Blendin, po unë dëshira ime ishte doja takoja ato vjerën, më thoshte mami gjithmonë, vetëm ti mos kesh vjerë, sa unë gjithmonë prekesha. Thosha mami, njohi zoti ty? Burri juaj është i birësuar dhe ndalemi tek historia e bashortit tuaj. Ai është braktisur nga nëna e tij biologjike.
Ma reflekti histori. Në rast të parë më thuaj si quhet bashkëshorti. Bujar Çallaj. Dhe emrin e nënës e ka Rukie, emrin e babait Ramazan. Edhe më ka tregu kur ma ka tregu, por ne fillova u bashkëpun gjitha historitë që qava i qikse. Di vet dhe kujtoj shumë atë që shkruan të vjershat, që thoshte sa gjua jonë sa e mirë, sa, do më thënë, na infrashi, tani po e besoj, ne mësonim, po sa kujtime vinë në mendje një njeriu që rri larg. Po unë doja ta shikoja nënën e Bujarit, vetëm kishte dalë nëndër, që të thashë edhe ty, qa ishe nga Skrapari, edhe gjithmonë e di Skraparin si që isha në Elbasan në këtë vend që shikoja malin. Edhe kur kam ikë me aeroplan për herë të parë që të bëja pasaportën e çunit, ja thashun mami ku i thash shkon që kisha thënë Skrapari, do më thënë, kam vajtë në Skrapari, kam jetu në ëndër më shtu. Dhe ne të tua kam me zemër, sa e kam shkruar në Messenger për ty. E vërtet, unë e thashë në fillim, ti më çon mesazhe për herë, mesazhe të bukura që më japin energji pozitive dhe kur më vjen ai sinjali që Edlira të ka sjellë një mesazh hap me qef, se e di që aty ka vetëm dashuri. Po këtu jam, edhe motrave, i bëj një zile, unë thonë mua ja sa po nisem në pushën në aerodrom, jo të le thëmë unë, po ja si kur e ndjej, kur e marrë prap, ja sa zbrita. Do më thonë, edhe mami kur erdhi tu në Greqi, më tha mu, sa herë që më thot ti fjalët e tuaja i du. Se i thosha, mami erdhe këtu, ti më ke thënë mos kesh vjerë, po unë do kem, ja goja unë. Do më thonë, kam qef që të gjithë njerëzit lumtur. Dhe më vjen mirë për të energji pozitive që ke dhe për cilët e të tjerët. E dashur Edlira. Dhe nëndër të Dalbori që ta kam tregu historinë atje në Messenger, dhe ajo qëndron. Live këtu do më thua ndalemi dhe më trego. Bujari, nëna i quhesh Rukie dhe babai Ramazan. Flasim për ata biologjikët apo ata që i birsuan? Bujari u rrit në shtëpinë e fëmisë dhe nuk e di fare se është birsuaj. Bujari, e di në shtëpinë e fëmisë. Po më shpjego pra se unë nuk e di kam historinë e Bujarit. Bujari është rritur në shtëpinë e fëmijës. Ma trego këtë histori, siç të ka treguar bu. Bujari është rritur në shtëpinë e fëmijës, ja ta tregoj unë ty. Edhe bëri shkollën kishte bërë në Durrës për kështu gjenerik. Dhe kur doli për punë që do fillonin punë, mbi 18 vjeç. Në Koman, atje në hidrocentralin e Komanit. Atje vajti burri motës punonte dhe unë njoh si shok. Historia më e madhe qëndron këtu. Unë nga që sillesha mirë me të gjithë, më thot burri motës unë do të bëj një njeri që është i njohur. Tash unë po duhet më shikoj dhe Bujari mund shikon dhe po nuk e dija. Edhe kë pyet njërin me emrin Spartak që ishte rrit në shtëpinë e fëmisë, që atë e rriti ishte rritë në shtëpinë e fëmisë, po atë djera motrës se kishte çunin e gocës, ta kam shkruar në Messenger. Do ti që ajo nëna djera e motrës më doli në ëndër mu merr Bujarin për burr. Janë të lidhura dhe ëndra dhe historira shumë të mira. Pra, Bujari ta ka prezantuar Kunati. Po. Që kanë qenë shok dhe kanë punuar bashk. Në Koman. Atje ku po punonte Bujari, unë kam lindur, se qa historie. Në atje ku është bëri hidrocentrali që kam frikë ta mendoj, se është bëri frikshëm, ka vajtë ujë deri në mal. Unë jam rritur në Shushicë moshën fëminore, pastaj vajtë në Elbasan. Se vllai im ishte shumë oficer i mirë dhe i dhanë 2 palë shtëpia. Mori dhe edhe dhe në lam shtëpinë në fshat edhe ikëm. Edhe kur erdhëm në Elbasan u rritëm, po unë isha se ta them të një njeri që shtëpi, po, shumë shtëpi, edhe veja blerë në herë në këtë dyqani, dhe fjalët më të mira ngjovi burrim për ai Bujari për mu, që u martu me. Dhe prandaj i tha, o marrë Edlirë, no? Po, edhe unë kënaqem tani që po flas me ty, sikur kam hyrë në sikur kam gjetur gjithë fisin e Bujarit që po flas me ty, dhe flas me motrën time Vjolcën, e kam në Messenger, Vjolca Tusha, është motra e vogël, se jemi si binjake dhe i thosha unë sa e lumtur jam kur flas me Odetën. Thoshte mua ju thosh do thosh zonja Odeta, mirë i thosha unë meni e kam në shpirt. Motra ma ka futur atë se harroja për momentin, e shkruaja emrin. Mirë, Odeta më thërrit. E dashur Edlira, Bujari kur ka lindur bashorti juaj? Bujari ka lindur me 3 mars të vitit 1964. Që i bie sa vjeç është? I bie 62 vjeç. Bujari. Pra është 62 vjeç. Po. Si e ka mësuar ai? Dhe më thon
E di pse më ka hyrë më shumë mendje, më thoshte gjithmonë në Shqipëri kemi fituar dhe lloto. Sa herë që vinte ditëlindja e çunit vogël me 8 tetor fitonim ditëlindje dhe më thoshte moja sikur të kemi dhe na sikur të kisha dhe unë maman. Edhe ma ka bërë atë në mendje do ta gjej unë, edhe kur ishte i mërzitur se vinte i lodhur nga puna, zdanim punash, mos e vra mendjen, ti do rish i qetësh, do ta gjej unë nënën. Por ne më ka hyrë më shumë në mendje. Edhe më dilte për natën në skrapara, jo, më thot mu në fshatin në 10 shtëpi toti dhe bujar nga skrapari ka qef shokët këtu. Do më thënë një idhura bisete në shpirtin mrena. Jemi të mirë ne nga skrapari. Po, edhe kam pas shoqë në kampin e Durrësit, sa e mira ajo, sa më kanë njëllë menje flokët e gjata deri në poshtë kurricit. Tregon se sa gjëra nga ajo të mira, po nuk e maj men mirë, po nga skrapari ishte. Dua të pyes, po pse të është fiksuar ty që nëna e bujarit është nga skrapari? Ja, më fiksu mua se më doli sa u martova unë me bujarin më tha mu kam vetëm 10.000 lekë, si thuhet në Shqipëri para shumë viteve. Tashun me ato lekë që keti bujar do na i shtoj zotin e mos e bramenin, pastaj do gjim në anën dhe i thosha unë. Do t'i që unë 15 ditë si rast shikoja maman e bujarit, më thoshte mua, o qa unaze vija unë këtu e majmen si me kisha vërë një unaz me bur jeshil, me hidhesh guri fiu për pjetë. Thosha unë po pse hidhet për gur, më dilte në ndër. Sa herë që të blesh unaza do të kujtoj unë ty, thosha ti do më gjesh mu. 15 ditë si ra 15 ditë e njëjta ëndër, unë jam skrapar dhe ma tregovi edhe tani e kam krërin jeshil. Ja ku e kam për momentin që të më besosh, një jetë unë e blej jeshil krërin. Po kam edhe roz, po e blej jeshil se më fali një kër jeshil dhe më tha unë të du me shpirt. Po do kaloj një qik nga rruga tjetër dhe si ka duke fluturu nga Çorovota, nga Permeti, unë nuk e dija fare kur Çorovota, unë e kam gjetë në andër, aty ishin ca shtëpia po ndërtoshin si pallate. Më tha mua kalo dhe i qik ishe një rrugë ngushtë aty, më tha mu ke një fshat me 10 shtëpi, tha fillon me B, tha ajo begoj, nuk e maj men si tha. Thashun po ti nga skrapari, unë jam nga skrapari, tha. Po kalojmë edhe i qik në Berat, kalovëm ke lumi o sumit, as lumin e usumit nuk e dija. E mësova edhe rinë qepër këshu ajo, në qetë as tjerve, ja po i kam fotografinë e çunave, thoshte. Çunave më tha mua. Po ja të bujarit më tregon të mua dhe më ka helë menje, nuk më iqet. E dashur Edlira, unë e kuptoj që momentet që ti e martuar me bujarin, ai të ka treguar për jetën e vet, ty të ka ardhur keq dhe ajo dëshira për të gjetur nënën, padyshim që mund të ketë dalë dhe në ëndër, por ëndrat mbeten ëndra dhe nuk kanë lidhje me realitetin. Por gjithsesi, ti beson te këto gjëra, me sa kuptoj. Po më them kështu më tepër rote, zonja Odeta të them maj fjallën e motrës. Bëj edhe kjo, mali të morit që thonë ndimon njerës, mali kështu. Nuk është edhe kjo, se të ndali skrapari mua ashtu. Bektashint, në skrapar ka shumë bektashint. Mos është edhe kjo, mua nuk më pëlqen të shkë. Kafshët, po se i dua dhe pak shkollë për zooteknike kam punu edhe i shikoj dhe i ndimoj, po do të them që janë të lidhura. Po themi në realitet dhe themi gjëra që janë reale dhe ato që dim, që dhe mua të më ndihmosh për prindrit e bujar Çullaj, bashortit tënd që është vetëm Çallaj, me A, Çallaj. Çullaj kam pas një shoqë nga Peqini unë. Vjoca Çullaj kam pas. Themi tek historia e bujar Çallaj, bashortit që është 62 vjeç. Nëna Rukie dhe Ramazan, ai ku e ka zbuluar që nëna i quhet Rukie dhe babai Ramazan? I kishte në dokumenta dhe thotë që kur qesh në shpinë e fëmijës në Sarand, merdi një burr i gjatë dhe i tha atyre tjerëve, jepni a dhoro, dhurat. Këtë për bujarin. Tha dhe unë dola, tha dhe doja ta shikoja atë burr, tha nuk e pash më kurrë, më tha mu. Një gjatë, tha dhe me flok, Kacovela bujari, kështu tamam, si kur i ngjaj unë. Edhe kur thoshte gjithmonë,
Po si më lam, thoshte mua, më shikoj vetëm një ditë dhe iku, thoshte mua. Pra, sa vjeç ka qenë bashorti kur ky burri ka ardhur e ka kërkuar? Paka shumë. Më tha shumë i vogël, isha pa mush 10 vjeç. Pa mush. Se ti e përshtypje sikur babai mund këtë shkuar për ta takuar një jetimore në atë moshë. Po. Se që shumë gjëra dhe kështë të njepja bujarit. Dhe kur vajta në ekskursion, unë para se të vija në Greqi, dhe jam lutur në Sarand, thosha zoti matë në qonë Greqi. Gjitha ato nënat që ishin në Sarand, në për ato rrugica, llogaritë para 30 vjetëve, nuk ishte dhe aq në gjendje Saranda, po si e kanë prit bujarin, më tha bujari ja këtu jam rritune, diçka i thoshin, erdhe çuni nënës, ka nëna të gjitha ato e përqafun, unë Nela isha Marvinin në çunin e madh në dorë. Po si e kam pritur, më thanë mua ato, po çfarë burri ke marrur? Pastaj thotë bujari dhe unë kam zgjedh një grua, thotë, e mora thotë me shpirt, e të jeni të lumtur. Edhe tha, këto bustët që janë këtu, tha unë i kam bërë, se bujari ishte si skulptori dhe pikturon shumë, domethënë i pikturon ato gjërat. Ka dorë në pikturë dhe në skulptur. Edhe një gjallë shumë i vogël. Pikturon shumë, ka fitu dhe në shkolla, edhe ka hap edhe dyqanin tatuazh, po lidh me të shoqen, pastaj u lodhën, po merret dhe me piktura, gjëra. Ka dorë, pikturon. E dashur Edlira, deri çfarë moshe ka jetuar në Sarand bujari? Më thot mua deri në moshën 14 vjeç. Më pas u transferua ku? Prit sa më thamu, prit se i mes po më kujtohet, se më duket se jam gabimun. Prit në moshën 14 vjeç. Ka shku dhe në Durrës, ka bërë shkollën në Durrës. Po pra, ka mbaruar 8 vjeçare. Për ne ka ikë Saranda. Po, ka mbaruar 8 vjeçare. Ka ikë Durrës, mekanik, si thuhet, gjenerik, mekaniko si thotë në Greqia rroga. Gjenerik ka bërë shkollën në Durrës. Shkollën e mesme profesionale. Edhe kur ka bërë shkollën e Durrës, e caktun pastaj në Koman, që punonte në hidrocentral. Po në hidrocentral ishte për këto, ishte për makinat, i rregullonte autobusat. Pra, ai mbaroi gjimnazin 18 vjeç, shteti i dha punën, u njoh me ty, krijoi familje. E dashur Edlira. Jo, Odeta nuk është vetëm ajo, i kanë dhënë na dhanë dhe shtëpi ku martova. Kjo është një gjë e rrallë, një fenomen. Ja kam thënë këtu në Greqi unë nuk e shaj dot kur Shqipërinë, kur as Greqi nuk e shajtem, unë nuk shaj Shqipërinë, se unë mund të shaj njerëzit, po nuk e quaj fare atë llogar, nuk e llogaris. Në ato vite kishte një të mirë ai sistem që çdo njeri i jepte një vend pune, i jepte një shtëpi dhe nuk e linte në rrugë. Kjo ka qenë gjë e mirë. Dhe shpinë dhe është dekoruar dhe në punë dhe i dha shpinë prit ta them ty se tani për momente 30 vjet po harroj dhe fjalën. Shpina ati që ishte përgjegjës në punë, si thuhet, si e fendiko, i dha shpinë, edhe ka dytë për bukuri, aty ka shtëpia fitoni mëllotës çdo vit, domethënë çdo gjë ishte në rregull. Po, me atë krizën e madhe që u bë dhe erdha në Greqi. Po prapë janë shkruajtra ndonjëherë, do të pyes edhe për historinë tënde të dashurisë me bujarin, edhe jetën tënde në Greqi, por dua të pyes fillimisht, bujari vendlindjen, çfarë qyteti ka në certifikat? Për atë kam pyetur edhe njërin këtu që po ndërton një pallat që është nga Bushati. Bujari ka vendlindjen Bushat. Barbullush, Bushat me fjalë Barbullush. Lindur në Barbullush. Bushat. Po. Të Shkodrës. Po. Por në Shkodrës. Pra, ai ka lindur në Shkodër i bie. Vendlindje ka Barbullush, Bushat, Shkodër, por besoj që ai fillimisht si foshnjë ka kaluar në jetimoren e Shkodrës dhe pastaj kur ka mbushur një moshë, se ndahen në grup mosha, mund të jetë transferuar në Sarand. Pra fillimisht ka qenë në Shkodër. Po, atje, kur e thot në njërë bujari Bethotrof, mua më dhe më shpirt. Tham nga Bethotrofi i Shkodrës, po e kemi tregu, po ti nuk e di më histori është kjo. Kur vajtëm në Tiranë, e diti që unë në Tiranë i kam tregu këtë histori që po tregoj ty. Bujari si duket kishte frikë, se mos është në familje shumë
pa vlerë, ma bënte mua jo, më nuk vem, jo, pse kam turp. Po s'ka gjë o bujar, vem, deri diku ta gjejmë, pastaj të shikojmë. Do vem, s'do vem, kur kemi vajtër në Tiranë, kemi shkrujtur. Pastaj kur erdha... Ku vajtje në Tiranë? Jo, nga Tiranë, nga Greqia më duket, nga Greqia kemi vajtë në Tiranë. Ku vajtje në Tiranë për të kërkuar nënën e bujarit? Aty s'po më kujtohet mirë, vajtëm në Tiranë, Te komuniteti na tha motra, edhe këtu. Aty ku kërkohen fëmijët, po. Nuk e do ta shkoj në Messenger se motra e vogël ma ka treguar të venin që vajtëm nga Shqipëria. Po zbulua nga Greqia që ndrum në Shqipëri, po. Zbulua diçka? Asnjë gjë, do ju marrin telefon, tha, po s'na morin telefon njëri. E qartë. Do ju marrin telefon. E dashur Elvira, më lejo që në këto momente në këtë live, kushdo që është duke na ndjekur, ndoshta ndonjë njeri nga barbullushi i Bushatit që mund të njohë një histori të një fëmije që është braktisur nga nëna e tij, Bujar Çallaj, datëlindja 3 mars 1964, vendlindja Barbullush Bushat Shkodër, i cili fatkeqësisht u la në jetimorin e Shkodrës dhe ka mësuar në regjistrin themeltar, ajo që e ka ndjekur gjithë jetën, mëmësia Rukie, babai Ramazan. Sepse shpesh ndodh, dua të shpjegoj që në emri nënës, kur vendoset në regjistrin e fëmijës në jetimore, shpeshherë është i vërtet. Ka dhe nëna që nuk duan ta lënë emrin e vërtet dhe vën një emër artificial, por në të shumtën e rasteve mëmësia është reale emri, ndërsa atësia sa herë o lihet pikpyetje ose vendoset një emër artificial që fëmia të ketë një emër atësie. Dhe ndoshta emri Rukie Çallaj është emri nënës së tij, sepse dyshojnë të paktën në këtë histori të këtyre fëmijëve të braktisur sa herë vinë nga një marrëdhënie jashtëmartësore që janë detyruar t'i braktisin fëmijët. Kështu ka ndodhur zakonisht. Dhe nëse mendojmë që nëna e tij ka sjellë një jetë burrin tuaj Bujarin, është braktisur nga i dashuri i asaj kohe, është detyruar ta lërë në jetimore, të lërë emrin e saj dhe mbiemrin e saj. Dyshoj unë. Dhe mendoj që ajo mund të jetë nga barbullushi i Bushatit, zonja Rukie Çallaj. Ndërsa Ramazan, atësia ngelet një pikpyetje për mua, sepse asgjë nuk është verifikuar, ne sot po e prezantojmë për herë të parë këtë histori. Të them një llafe unë ty, po s'doja ta thosha, po nuk është se po e shaj Greqin. E ati Ramazani po vujmë shumë si emër. Po sa i shikoj Ramazan, i them unë jo, 1 minutë. Ramazan është, po nuk është Bujari që rrit në shtëpinë e fëmijës Sarand. Se këtu po të shikojnë emra kështu, domethënë musliman. Nuk është po i kërkojnë një çik më ndryshe se tjerët. Edhe unë i kam thënë që Ramazan, por mbase dhe s'është e vërtetë i kam thënë. Edhe ndalen me fjalën time. Janë ortodoks dhe fatkeqësisht gjatë viteve të emigracionit, shqiptarët për hir të vendit të punës janë detyruar të ndryshojnë dhe emrin e tyre, kur emri i tyre ka qenë një emër tipik musliman. Ma ka thënë një shoqe mu, sa i vura emrin babait, tha, e kishe Bajram, tha në Tepelen, edhe unë i thash, po sa mirë që po ma tregoni, i thash unë, sa i vura emri Niko, tha, unë për nuk po më pyesin ma. Edhe unë i thash, mos e vra menjen, çdo gjë është e caktuar, po hajt po. Fatkeqësisht Greqia ka patur këtë gjë dhe vazhdon ta ketë. E dashur Elvira, çfarë të ka treguar Bujari për fëmijërinë dhe rininë e tij në jetimore? Pavarësisht se mund të ketë patur dashurinë edukatorëve, i ka munguar figura e nënës. Më ka tregu gjëra që shumë të mira, dhe kur i thosha unë për ushqimet, se unë kam një gjë e kemi në nga Elbasani, i rrim pronto në tavolinë, edhe mamin nuk e harron kur qa do të hash, më ka thënë mu ushqimet që kam unë shumë i kënaqur, i lumtur, edhe gjithmonë kur them unë do bëjmë një gjë, se njofa të gjellën që jam rritur. Domethënë, kur do të gatuj, bën ca gjëra që i ka hangur në shtëpinë e fëmisë. Domethënë, po, trajtimi ka qenë shumë i mirë. Po në moshën fëminore më ka treguar ca gjëra që më kanë
Elmenia, kam treguar dhe çunave. Kishte vujtur një çik, domethënë donte të qepte, për nej ditë të qepit bëj, domethënë ka ble makinën, qepse na njerë thot do I qep vetun, se mami im rroba qepse, ça kishte copa mami ja bëri gjitha bluzat e këmishat, thoshte do I veshi bujari, unë kam 2 çuna po I treti e ti, edhe mami ime ka majtë shumë mirë. Po më thoshte që unë nuk kisha kohë, edhe kur do t'ilshin fotografi kapja me tel pantallonat, aty kam ngelur çik e frenur që shtuhet edhe s'kam folur asnjë fjalë më. I thosha unë po si e bujar? Ja ta tregoj unë fotografin, jo mos ma tregoj thosha unë kur u martuam. Domethënë ishte I çik në lidhje me se ishin dhe vitet, si është për ta treguar si kështu si prall, ishte me të vërtet vitet që nuk ishte dhe shumë, po prap e kishin kalu mirë në shtëpinë e fëmijës. Elvira, çfarë viti je njohur me bujarin? Unë njofta në vitin, tregoj tani unë ty isha në 20 vjeçe, pa mushur më duke. Pra, ke qenë 20 vjeç je njohur me bujarin, po bujari 20, bujari sa vjeç ka qenë? Jo. Sa vite diferencë? Jo, nuk është I madh bujari para meje, 1 vit, dhe unë s'jam e vogël. Po kur I them, nuk keni nevojë të ndini vitet, po ti po ta tregoj. Por më dëgjoj. Se kam edhe shumë. Po nuk gjatë. Po kur pyesin në një duhet vitet ju jeni këtu I thoni burgjive ekseterikon, domethënë si doni vitet e mia, aq sa dukemi them. Po nuk është më me bujari, flasim reale. Është mungesë edukate të pyetet mosha e një femre, por ti nuk gjan fare për 63 vjeç. Jo, 61. Po qeshe dhe unë. Po qeshe dhe unë, mami ma ka tregu mu këta. I thot ngjajnë me gjyshen unë. Edhe gjysha kur nuk I tregon të vitet. I thështë, aq sa dukem, çfarë doni juve, dhe unë ka them. Sa vjeçi aq sa dukem. E dashur Elvira, ti ke qenë 20 vjeç kur je njohur me bujarin, bashkëmoshatar të dy. Bujari 21 vjeç, po, flasim reale, mos gënjejmë. Si familja jote e ka pritur mirë që thjesht fakti ishte jetim pa prindër? Po, të tregoj unë ty, nuk krahasohet edhe them unë mos janë gjithë si ato që kemi bërë ne me bujarin. Vllai I madh thoshte ku ka si bujari, më merrte nga Italia shiko bujarin. Motra madhe ku ka si bujari, ka studiuar me shkollë të lartë, kështu, është doktoresh. Të gjithë thoshin si bujari nuk ka, edhe e kanë marrë në fund dorës. Mami thoshte unë do bëj pyrekun, pastaj do iki bujari. Bënte pyrekun mami shpejt dhe ja jepte me vete të vende në punë hidrocentral. Edhe unë për shërbime tjera, unë I thosha bujar mos u lajtë, të laj unë, e laja, e krifja, e rrugulloja, e prisja flokët, edhe I thoshin shokët ku ke vajt, nuk I tregonte pimin, se bujari nuk flet shumë fjalë. Pak fjalë. Edhe I thoshin po ku vete, po ç'e duhet juve? Kur e morën vesh që unë martova, thanë shokët po mirë, shumë mirë gjete një tamam mirë. Domethënë e ka majtë edhe unë mirë, edhe maj. Po në njerë do bëjmë fjalë, se s'do nuk e nojmi me unë që nuk zjemi kur. Unë kam qef tavolinën, ta shtroj mirë, nuk mburem që nuk bëj lafi, them bujar, shikoj shneti. Për shnetin jam e para gjithë për tas, jam e para. Edhe ai është më I rëndësishëm. Jam e para. E dashur Elvira, por në momentin që ti u fejove, u martove, krijove familje me bujarin. Shumë. Gjitha marsi, gjithë lagje u çudit me neve në pallat kisha. Jetë lumtur, duket, flet me shumë pasion për bujarin. Jo, dua të të pyes. Sa I tha bujari? Po. E po prit sa gjë e bukur. Sa I tha bujari do martohem, na dhan flet kampi. Që të bëni pushim. Po mirë fletën e na dhan edhe vizë të shkojnë në Itali që të na rregulloshin me shtëpi. Bujari nuk donte në Itali. Është vetë kështu, e kishte me merak Italinë. Edhe ja dha shokut, po bujari ka një gjë, nuk tregon shumë gjëra dhe ja kishte dhënë, nuk na ka neve fare. I thot mami, po si po e kalon? Mirë, po si tregova, unë po më doli viza. Edhe kur u dekuroi buri ke muri. Më tha më doli viza, tha, po unë ja dha shokut.
Po mirë, tha mami, s'ka gjëja dhe shok, ai as në telefon nuk na mori, do ishte në Italinë me shtëpi me gjitha. Shteti bujarin ka falendëruar shumë mirë, ka respektuar shumë mirë, si ta them unë. I dha shtëpi shteti, i dha dhe vizën të shkonte në Itali, domethënë punën i dha kur u rrit. I dha dhe vizën, i dha dhe shtëpinë, po të gjitha. Ka gjë më e mirë. Shteti ta mbyll gojën, mos flas për Shqipërinë fare. Unë gjithmonë po, fjalë të mira për Shqipërinë, sepse shteti prioriteti ka jetimin dhe pa dyshim është mbështetje e madhe për ta. Por dua të pyes, çfarë të ka thënë për nënën e tij? Domethënë e ka falur, e ka braktisur, çfarë ndjen ai brenda zemrës vet? Mua më thot kështu. Unë thot dhe sikur mos ketë merë ma kur, thot vetëm ta di që ajo është nëna ime. Këto ma ta ngullit në zemër dhe për ne u bëra dhe unë më tepër. Le tjetë, thot, edhe kur i thosha unë herë bujar u vërnove, u lodhen, po isha ke mami im, por e ngjonte mami im, qeshte, po pastaj qante. Thosha në me mami, ti më thumu që mos e gje vjenë, ku mos ta gjej unë? U vërnova, thoshte isha ke mami im. E thoshte vetë, kupton ti si me shaka. Po neve nuk na rrinte si çaka në menje dhe në zemër. Na rrinte ndryshe. Këtë e thotë edhe tani, thotë mu, s'ka gjë, thotë. Dhe po tjetë, edhe mos tjetë në rregull, thotë me menje, thotë, si duket të thojnë njerëzit, lloj, patëm ta di që është nëna ime, thotë. Të ma thotë. E ka ndjerë mungesën e saj, sepse fatkesisht bujari nuk është birsuar dhe i ka munguar familja, i ka munguar fjala nën dhe baba. Dhe besoj e ka përjetuar këtë gjatë jetës. Po. Edhe gjithmonë i bleja unë mërsira dhe i thosha unë, bujar, kur e preja unë mërsirën që do ishte ditëlindja, i thosha unë, bujar, këtu të parën do ta pres për mamin tatë. I thosha dhe unë, isha dhe unë ajo. Bujar, i po të them të vërtetën, ka që ndryshonte në fytyrë, i vinte një, si ta them unë, nga lodhja që bënde, se ka punu shumë edhe këtu, ndryshonte, më thosha, ku i gjen këto fjalë, më thoshte mua, ku i gjen? Po vetë zemra i thosha, vetë zemra, se ti ma ke ngullit atë mamin tati, thosha. Në fakt, unë doja bjerë, kështu i thosha mamit, unë dua, po unë zgjeta, edhe ja bënte shoqja ime të themë, dhe unë që dua, ajo gjeti vetëm një çon vetë. Jo, unë e them me zemër, thosha, dhe dua bjerën. Unë ku isha gocë, se shikoja nusën e vllajt e mirë nga Berati, shumë e mirë, nuk kam ç'a të them, të gjitha në rregull. Po respektin e madh nuk e bënte, dhe thosha unë, po t'jem vetën, e di vetën si ta respektoj vjerën. Domethënë kisha një mani të madhe ta respektoj vjerën. Dashur e Gjira. Po mama, më fal se po ta ndërpres, mami ma ka mami ma hoqi mu, se thoshte vjerën më të mirë unë e pata dhe prap zihesha. Mami nuk donte për një gjë më shumë ta kërkoja. Kishte frikën e bujarit se mos nuk ishte një gjë, kështu dhe kishte frikë se flikësh si familje, domethënë nuk është e rregullt. Për këto mami dhe zgjur dhe mami mos kujtoti. Edhe mami im. E qartë, me sa kuptoj e ke dashur fort bujarin dhe Edo. Ke qenë mbështetja e tij më e madhe. Po edhe këtu në punë, sa e kam ndihmu dhe ça më thoshin, po rrime neve bujari kemi nuk e njësh këtu në punë. Mirë po e ndjeja ati nga zoti shtëpisë kështu erdhën. Nuk po më mante veni një ditë, i thosha unë bujar, po mire kalon punë, po jo me jo dhe ai. Më tha mua, po ti po më pyet, po si e diti? Unë e ndjeja vetë në punë, unë i thash keni parë filma. Se ta na bën këtë pyetje. Filmi merr një titull, i thash, po një titull dhe merr dhe historia burrit tim. Mos të vija asnjëri, thash unë të shaj burrin tim. E kam bërë edhe që atëherë nuk rri bujari në punë, shumë mirë, se zoti shtëpisë donte që ta ngatronte. Po unë ndjeja. Domethënë në çdo e kam ndihmuar shumë, edhe në rastin e koronojos. Ti ke qenë ti. E qartë. E dashur e Gjira. Nuk kemi kaluar koronojo asnjëherë në të dy, po i bëra një prit se po mundoheshin ta ngatëronin me këtë, si thuhet, vaksinën, si thuhet aty në Shqipëri, ato emboljen i thon këtu. Edhe unë e kuptova dhe i bëra prit. Çdo gjë eci në rregull. Kam një veti, jo se them jam unë, e bëj tamam, edhe e bëj dhe për tjerët, nuk e bëj vetëm për burin tim. E dashur e Gjira, nuk e ka marrë kurajon bujari të shkojë një herë në Barbullush të Bushatit të kërkoj për nënën e tij, për zonjën Rukie?
por nuk ishte kohë dhe unë dërgova, dhe unë jam e fort, dërgova një njeriu që motra ime studioi në Kamës në shkollë dhe ishte nga Barbullushi, Vera. Edhe kishte emrin ajo Vera Lushi. Edhe si ka mundësi? Lushi e quajnë burrin motrës kur ishte në shkollë, janë ca gjëra shumë të çuditshme. Edhe çfarë thot baba i Vera Lushit, asaj në Barbullush, i thot që ishin shumë familje këtu, po më tregovin një histori shumë dhe bujari u parandaloi, si them unë, ndaloi këtë kërkesën e vet. I thanë që nga tërmeti u bë një dëm i madh dhe në lidhje në kohën e tërmetit, se bujari me të vërtetë ka 3 mars të vitit 1964, ka i ciklidhje 64, viti 64 është me tërmetin në Barbullush. Po, tërmeti i madh që ra në Shkodër, që shkatroi shumë shtëpia në atë vit. Unë nuk e kam dëgjuar historinë. Edhe unë nuk lodhem, kam një gjendje, domethënë jam në gjendje të kështu për historira, jam shumë e mirë në ta tregoj. Nuk jam blok, për shembull. Unë të them këtë, unë kam bërë të pamundur, po si s'na tha ajo që me rastin e tërmetit ne u talum. Dhe ja lam Zotit dhe tham na, pastaj dolët juve me shumë forcë në televizor dhe kisha besimin ke ty. Faleminderit për kështu erdhëm. Po ndalemi pak tek viti lindjes. Sipas asaj zonje nga Barbullushi, me rënien e tërmetit, çfarë kishte vdekur familja? Po, i kishte thënë babai i Verës, të ma ka tregu motra vogël, po pra, pastaj vajta në Tiranë. I kishte thënë ai, thuj asaj për mua dhe për bujarin. Këtu kanë qenë ca familje dhe siç po më tregon ti me mbiemrin Çallaj, u bë një tërmet dhe ngelën shumë fëmijë. Edhe tani bujari arrova them sa mirë që më thej që po bujari që kishte vajt në Shkodër, tamam, tha vajta me forcë, me një brullta. Çfarë i kishin thënë në Shkodër? Shtëpia e fëmijës. I kishin thënë deri diku mirë, pastaj ta bujari si shtoi nga Shkodra, më kuput filli i kërkesës. I kishte thënë ai më lera hat, kishte thënë nuk e gjen dot i vetëm. Më përpara se të ishit juve me stacionet e juja, të mrekullueshëm kur thuhet. Më përpara ishte edhe çik shumë vështirë. Ishte shumë sekret. E dashur Lira, po të bëjmë një llogaritje. Bujari është 62 vjeç, nëna e tij ka qenë 20 vjeçe. Po marr maksimumin e moshës që është dashuruar, se në atë kohë martoheshin dhe të reja, ka sjellë në jetë një fëmijë. Ajo thot i bie të jetë diku mbi 80 vjeç. Ndoshta edhe nuk mund të jetoj, ndoshta është dhe gjallë, ne nuk e dim, gjithnjë bëjmë një llogaritje. Por sido që të jetë, ai mund të ketë dhe motra dhe vëllezër që i kanë munguar gjatë jetës. Po, edhe ky Spartak Llalla që thash unë ty, është çuni i motrës, burrit motrës time, që thash unë ty, ishin rrit bashkë. Që sa gjë e çuditshme, Spartaku e gjeti nëna Dafina, pritë arrova Dafina, falë, mos gabova. Edhe ai ishte një jetim që gjeti nënën. Po, e pa atë e gjeti, atë e mori mamaja, ajo që më tha në ndër mu që merre këtë bujarin në shtëpisë fëmis, edhe unë mbaja kalin fort kështu bishtin, ta qëndro këtu dhe ishte vesh bujari me bojqelle. Edhe me të vërtet kur njoha bujarin unë me një bufar, me një si bojqelle ishte. Më tha më merre këtë çunin tha. Edhe kjo ishte nëna ishte gjyshja e Spartakut që kishte lënë, edhe ishin rritur bashkë, një jetimore. Si ka mundësi tani? Po. Mirë. Edhe duhesh për të çuditur çik historia. Është i Do doje ditën e sotme këtu në live me Odetën të përcjellë një mesazh për familjen e biologjike të burrit tënd bujarit, qoftë nëna nëse e ka gjallë, por motra dhe vëllezër. Çfarë do i thoshe sot si nusja e bujarit? Unë si që nisa me shumë dashuri, unë e uroj, edhe prapë dhe po nuk është në jetë unë e quj qauti, se kam një gjë që i kam thënë edhe këtu ku jetoj ke kjo shtëpia te zja ime më tha që merre bashkë me mamin tim. Unë i quj dhe njerëzit që kanë ikur kanë forcë bashkë me ne lidhje. Unë jetoj, them unë jeton si jeton, unë e uroj të jetë mirë, edhe në qoftë se gjinët ose vllai ose motra, unë prapë
E uroj me gjithë zemër të jetë shumë mirë. Ta kaloj mirë. Dhe unë uroj që bujari të ketë një familje të madhe, ta njohë sa më shpejt, të njohë gjakun e tij, të di kush është dhe nga vjen dhe si quhet dhe kush është nëna e tij, uroj që ta njohë sa më shpejt. Po prap, nuk mërzitem edhe po nuk jeton, themi është gjallë në zemrat tona. Nuk do mërzitem edhe po besoj tani e ndjej. Edhe mos jeton, është në jetë, pse të thajmë kotë që nuk jeton? Jo, ne nuk e dim, prandaj po them, mund të jetë një jetë, nuk mund të jetë një jetë, por e rëndësishme është ai të mësoj kush janë rrënjtë e tij biologjike. E dashur Edlira, këtë është më tepër. Po, bujari e ka me dëshirë të madhe të njohë familjen e tij. Bujari më thotë se tani vjen për 2 orë, për 2 orë, për 20 minuta vjen, po jo. Bujari më tha më kështu, do i thush të falenderon ty shumë, t'jesh shumë e lumtur, t'jesh të gjithë mirat që po e merr guximin për bujarin, edhe më tha unë kam frikë, tha njerëz se po kërkoj maman mos gjej Belan, tha, po prap unë e quaj, tha, le ta gjejmë, tha, kudo që t'jetë në vendet e Shqipërisë, kështu më tha. Sepse ka të frikën me çfarë do përballet dhe nuk do të zhgënjet për herë të dytë dhe kjo është. Po, më tha, ja ta them, tha, me gjithë zemër, tha, kërkoj maman, tha, po mos gjej dhe Bela, tha, po ç'keti tash mos ke turti, ç'a do Bela të gjejmë ne, tha, dhe jemi shumë të lumtur që e gjetëm. Ne e prezantuam për herë të parë historinë e bashortit tuaj, uroj dhe shpresoj të marr lajme dhe informacione, por dua të pyes, Edlira, në këto 30 vite në shtetin grek, jeta jote ka qenë e bukur, padyshim, je bërë nën, e dashuruar me burrin tënd, jetoni të lumtur, nuk e mendon të kthehesh asnjëherë në Shqipëri? Se ke blerë dhe shtëpi? Unë kam bler një shtëpi në Shqipëri dhe as nuk e kam kyshtuet një qazur, pse se them që se e bleva për t'jetu se vujta i qik kurveja, për shumë doja qetësinë time, megjithatë mua më respektoni, nuk e kisha dhe shumë probleme, po nuk them se jetës, nuk i them që bëra kaq vjeçë dhe jam e madhe. Unë kam thënë dhe 100 vjeçë unë do iki në Amerikë, do udhtoj, do gjaj gjyshës time. Gjyshja ime jetovi shumë e madhe. Edhe nuk jetovi që të gjezdiste të kështu, dhe unë me menje deri në Amerikë kam vajtur. Me gjithmen në Australi kam vajtur, edhe kur isha në Shqipëri erdha në ëndër këtu në Greqi, po uroj vetëm këtë. Në Shqipëri mund të rri, po prap u mësova dhe këtu. Kjo ç'është, u mësovëm këtu. Jo se na du njerëzit si vllai, si motor, nuk bëhemi kur këtu. Po kam atë respektin që më ka respektu. Edhe kemi punu kaq vite këtu, nuk mund të harrojmë dhe Greqin. Kemi marrë lek. Dhe unë jam marrim. Dhe pse vendlindja jote është Shqipëria dhe sigurisht ka të mallin tënd, por ti më shumë e huaj ndihesh në Shqipëri se sa aty, se ke 30 vite që jeton në Greqi. Po, nuk dija, merrja në telefon, nuk dija se ku veja, kishin ndryshuar rrugët kur vajta. Se unë jeta 13 vite po erdha dot atje. U mora me punë shumë këtu, edhe prisja që të veja e lumtur dhe kur vajta ta mama ka thënë vllai i vogël. Erdhe dhe i thashën, thashën pas kam nejt kotën, do vi çdo të shtune. Ti nejte 13 vjeta do vi çdo të shtune ta. Për shembull, kur vete unë ta kam thënë edhe ty një herë, nuk vi dot me 5 lekë. Me 5 lekë e thash me këtë kuptim. Nuk vi dot me pak lekë, po e thash me 5 kështu. Edhe këtu. Se kur vjen në Shqipëri bën të gjitha ato qokat. Po, të gjitha i qova me çanta, me kështu, edhe tani i qoj dhoro, domethënë dëshira ime është shumë e madhe, nuk është se vete si njeri si që bëjnë ca, ven atje, jo, nuk e harroj. Neve nga Elbasan ke kemi çantat plot. Po. Që kur vini tek njerëzit do të jenë çantat plot. E dashur e kemi. Ishte shumë kënaqësi e madhe që të kisha sot këtu në live me Odetën. Prezantove historinë e bashortit tënd me shpresën për të gjetur vjerrën tënde. Më tregove detaje nga jeta juaj. Të uroj fat dhe lumturi me bujarin. Do mbetemi bashkë në kontakt dhe unë të pudh dhe të përqafoj nga Tirana.
Edhe unë jam shumë e lumtur si ëndër, më duket tani nga gëzimi i madh. Ëndër tani. Po unë do ta shpërblej ditën që folëm sot. Unë nuk e di se ku rrin në Tiranë, ku rri. Po çrëndsi ka shpërblimi i madh është ato mesazhet e bukura që më nis në Messenger. Gojë unë po kam qift gojë dhe një gjë. Unë marrë nga njerëzit kur marrë energji pozitive dhe marrë fjalë të bukura. Ajo më lumturon mua në punën time. Tu kam qenë dhe vogël dhe shoqit më kërkonte njëra në Gjermani. Më tha motra vogël, tha, nuk e harron karamelet. Mbylli shkolla në verë, jo në dimër, për që kishte për shembull, që kishim marra, që kishim këto të vitit të ri, i thosha mami, do t'i ruaj këto, po kur vete shoqet ç'a do i jap. Domethënë e kam pas këtë. I thosha mami ti dilë shëtitje se do bëja mërësirën, e bëja kepun kaqë, shpërndaja në pallat. Gjithë e kujtojnë. Më vjen mirë. Mirë, Edira, do mbetemi bashkë në kontakt, mirupafshim. Edhe unë të uroj shumë të mira, të dërgoj të gjithë mirat me gjithë zemër. Të fala do mi bëj bujarit kur të kthehet nga puna. Mëse dhe do vinë shumë të mira, dhe për ty edhe për mua. Amin o Zot. Mirë, të fala bujarit, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori shqiptare që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptar dhe më vjen mirë që ky live im është përhapur kudo, nga diaspora pafund më shkruajnë dhe kërkojnë të jenë pjesë e kësaj dritare dhe ju premtoj që të gjithë ju që më keni dërguar mesazhe do t'ju marr në ditën në vazhdim të jemi bashkë këtu te kjo dritarja ime e vogël që qëllimi është që zëri çdo kujt të dëgjohet. Faleminderit sinqerisht për mbështetjen. Mirë, do takohemi nesër live ora 10 me një tjetër histori. Mirupafshim.